Historia që mësohet brezave të rinë në shkollat maqedonase, në të dy gjuhët, është e afërt me atë që është gjykimi i historiografisë dominante perëndimore në lidhje me ato etnitë që e përbëjnë Maqedoninë dhe me atë i cili ka qenë, po themi, vendi i Maqedonisë në historinë antike, në historinë mesjetare apo më vonë. Interesant është se historia ka qenë pengesa kryesore për të ecur ne përpara. Të dy kombet e mësojnë historinë ndryshe. Edhe s'ka një tekst unifikuar, për shembull, edhe për ngjarjet më të reja të fundit, e lere më për pjesën e historisë lashtë. Ajo që tha që, domethënë, një e lashtë e ndritur, për një e tashme, domethënë, katastrofike. Maqedonasit, për shembull, kanë shpesh disa lloj shpjegime të fenomeneve që ne glorifikojmë, ato i quajnë sikur janë, domethënë, problematike për shtetin maqedonas, në kundërta ne shqiptarët mundohemi të vjedhim nga fama e lashësisë madhe, në ndërkohë që e kemi të tashme në goxha problematike. Unë do kisha patur dëshirë ta zgjidhim ashtu siç e zgjodhi Britania e Madhe me Irlandën, domethënë e unifikuar për disa fenomene, edhe të kemi një lloj teksti të unifikuar, pasi do kishte bërë një debat historike. Mentor, ne nuk kapim debate për asnjë temë të ndihshme të dy kombeve. Edhe historia është Po ja, historia, për shembull, të zgjedhim intelektualët më të mëdhenj të dy kombeve dhe për shembull aty ku ka interpretime të ndryshme të datave historike, të jepet i shpjegimi i njëjtë shtetëror, jo etnik. Të veshim syzet shtetërore dhe themi që dëgjoj, kjo duhet shpjegohet në mënyrë institucionale edhe të jetë, sepse nëse ne do vazhdojmë të themi që ne shqiptarët kemi qenë, ta di unë, e kemi patur 70% të territorit, maqedonasit pastaj thonë jo, këtu kanë ardhur shqiptarët ardatsak. Ne asnjëherë kemi për të krijuar, për të projektuar ose për të fotografuar një të armë të ndritur, sepse gjithmonë do gjejsh koka të nxehta që do i thrasin kësaj lloj historie të lashtë, edhe do thonë që pretendojmë që ne kemi të drejtën për të administruar tokat.